Jemi kon gjatë entuziazmu që pas një mos shumë të madhe, ka qenë të vim shumë i mirë. Jo shumë strategjike në aspektin propagandistik. Po tash, a besoni që LDK ka medalje para? Besoj që na kemi një program të jashtëzakonshëm, besoj që kemi individ të jashtëzakonshëm, dhe besoj që deri me 28 dhjetor kemi me dëshmu ekip të jashtëzakonshme. Nëse mbërrim me këto trija, program, individ dhe ekip, jemi opcioni maj mirë për me qeverisë Kosovën. Brada një periudhë ka shkurt, janë digun rreth 9 muaj, prisni me postë. Mos harroni që në Kosovë ka histori që me udhëheq Kosovën nuk do më thonë me fitu. Se kanë udhëheq kryeministra me 7%. Ndoshta vjen edhe ai moment. Më rëndësia është që platforma dhe idet, bashkimi dhe bashkëpunimi, me qenë sinqerta dhe mbi bazën e programit. Dhe mbi këto me ndërtu një vizion të përbashkët në drejtimin që dojmë shku. Për momentin mendoj që mas shumë t'indar me vetëvendosjen. Pa urrejtje, pa ngarkes, por mendoj se vetëvendosja ka qenë 6 vjetë në pushtet dhe i duhet rikuperim dhe reorganizim. Ku marri, po ja ka lejtë fjallën lirimit, e mandej kena me full për Kumarin, për cilin ka full me listën sërbe Albin Kurti, të PDK-s, LDK-s e të AK-s. Deri shtash një Vesni Kumari është e vërtetume. Dhe vetëvendosjes me Radojqiqin. Cila? Vetëvendosjes me Radojqiqin përgjime që kanë dalë publike. Që në vërtetu që nuk janë pretendoj që janë të montume, të shkputur atjere, me sa dione ekspertiza ka thonë që është autentika, po? Jo, vetëm se gjykata, në fakt po, do më thënë që nuk është... Përgjimi është autentik, por nuk mund të përdojë si provë, sepse së është i autorizum. Ato e kemë ditë krejt. Për më përdojë si provë, gjykata e du të me konë e autorizume për një gjystari që me u marë përgjim. Mu inqizu, po. Nuk kem të thonë që është, nuk kem të thonë që përgjimi mund të përdojë në gjykatë. Jem të thonë që ka një vendim që thotë që përgjimi është autentik. Autentik në kupton që nuk është i manipulum. Po, është i vërtet. Qaj diskutim. A inqizim, a përgjima që është du që t'jamnin, qaj inqizim, qaj bised ka ndodhë. Dhe problemi që e bised ka ndodhë në një moment të e për tragjik. Në një moment kur na ishim në salë, të i përplas të avolinat, sepse po e mbronim krejt bashkarisht të që kënë. Dhe kam një moment kështu pak simpatik, nëse lejon lirimi me full, në qatë tensionin kër është zhvilloj, kjo më poqona për të mundu me ofru një zgjidhje. Edhe kryeministri nuk më pa mu që jam aty, Albini, të i folë ty në të vete e lena, tha këta që qëtash leo dhe këta që jam su me bëtë protesta, tha qëtash e leon këtë punë. Po, unë e mendoj që e ka mentalitet këtë punë. Dhe blokada 10 mujor është me qatë mentalitet. Se me se këta dërzdojnë, qëtash i pak pushtet kanë qef, jepi diçka dhe i paloj. Mendoj se është njërët mendumit. Unë mendoj të ndisë për ishtu një indicjeve dhe deklarata publike. Mendoj se është njërët mendumit e ti. Se tjetë nuk janë mjaftushëm të qëndrushëm dhe dërzohen. Unë jam a i qëndrushëm, unë blokoj shtetin një vjetë, po këta dërzohen dikur. Po, a kërë për qëndurë...